Miqtë e mi, përshëndetje. Sot do të zhvillojmë një mision që në fakt ka lidhje me të ushqyerit e shëndetshëm, por jo vetëm me të ushqyerit e shëndetshëm në një jetë normale. Sigurisht që problematikat e jetesës së ditëve të sotme lidhen me shumë patologji, me shumë sëmundje. Në fakt misioni ynë vazhdon. Si të parandalojmë në kancerin e gjirit, një luftë e përbashkët, por jo vetëm në kancerin e gjirit, edhe në llojet e tumoreve të tjera. Gjithsesi vendosëm që sot të bisedojmë me një mikeshën tonë vjetër, me Rolina Naçon, dietologe nutricionaliste, ku do të përqendrohemi tek parandalimi dhe tek ndihmesa që ne vetë mund t'i japim organizmit për sa i përket asaj që konsumojmë, si duhet ta konsumojmë, si duhet ta gatuajmë. Nuk e di Rolina, në bëra një hyrje të saktë apo jo, po nëse jo, më korrigjo. Përshëndetje një herë. Si përsëri që të ribashkëpunojmë dhe të japim sa më shumë informacion publikut për të parandaluar disa nga sëmundjet të cilat ne parandalim mund ta kemi në dorë, derisa kurimi jo gjithmonë në çdo sëmundje është i arritshëm. Në fakt, tumori i gjirit është një sëmundje që vitet e fundit ka kaluar në një rritje shumë të madhe. Prirjet për të shfaqur një tumor gjiri pavarësisht gjenetikës tonë lidhet edhe shumë me ushqimin, që është një faktor që ne vërtet mund të ndryshojmë dhe mund të modifikojmë gjëra nga zakonet tona të përditshme dhe nga mënyra se si ne jetojmë, se nuk është vetëm çfarë ham, por edhe në tërësi se si neve jetojmë. Pra, duke filluar që nga moshat e vogla, le të themi, ku është zanafilla e çdo sëmundje, është shumë e rëndësishme që të shmangemi obezitetit. Është shumë e rëndësishme që të shmangemi mbi peshës qoftë në moshë të vogël, qoftë edhe në moshë të madhe. Pra, obeziteti është lidhur me një lidhje te zhvillimi i tumorit në gjiri, një faktor shumë i rëndësishëm, dhe është lidhur edhe mbi ngrënia, që ka të bëjë diferencim përsa i përket një obezitet që vjen vetëm nga inaktiviteti apo një obezitet që vjen edhe nga mbi konsumimi i ushqimit. Shpeshherë persona që marrin sasi shumë të madhe energjie janë të predispozuar që këtë energji e arrin duke marrë dhe ushqime jo shumë të shëndetshme, që të thotë ushqime shumë të përpunuara, të rafinuara, duke filluar që nga mielli i bardhë, që fillon kemi në produkte të tij që janë brumrat, por edhe në pastiqerin, ato që janë biskota, kek, croissant, janë disa nga elementet që përmbajnë këtë miell, i cili është mielli i bardhë dhe nuk përmban asnjë lloj vlere ushqimore, por përmban vetëm kaloritë e tij dhe një sasi shumë të vogël në kripra minerale apo dhe vitamina. Rolina, a do doja të sqaroja diçka për sa i përket të ushqyerit. Sigurisht ka të ushqyer të shëndetshëm për njerëzit që përbëjnë rrezik ose që kanë një pjesë të faktorëve të riskut në jetën e tyre, pra janë të predispozuar për të bërë kancer, por pse të mos japim edhe këshilla për njerëzit e shëndetshëm që ndoshta këto faktorë risku i kanë më të minimizuar. Pra le të themi ti kemi të përbashkëta këshillat pak a shumë. Sigurisht këto vlen për një person i cili nuk ka një prirje gjenetike për tumor, por që lidhen përsëri me sëmundje të tjera, siç mund të jenë sëmundjet kardiovaskulare, siç mund të jetë predispozita për të shfaqur diabet, që është edhe një element tjetër shumë ndikues në vdekshmërinë e popullsisë sot. Kështu që të gjitha që do flasin për personat që i drejtohen për tumorin e gjirit, vlen edhe për këto sëmundjet metabolike, të themi ndryshe, të cilat është një gamë sëmundjesh që janë të ndikuara nga njëra tjetra. Pra, përveç miellit që unë përmenda, elementi i dytë janë yndyrnat jo të mira. Yndyrnat jo të mira do të flasim për yndyrnat të hidrogenizuara, që janë margarina, e cila zmëndson në kuzhinën tonë gjalpin, që është folur shumë keq për gjalpin disa dekada më përpara dhe ndoshta ne vazhdojmë kemi si ushqimin e keq, por një gjalp i cili është një produkt nga një kullot e mirë, mos harrojmë që është edhe ai indikuar nga kullota, por një gjalp i cili është nga një produkt i cili është marrë nga ushqime të presuara, ushqime të përpunuara përsëri te bakteria që e prodhon atë qumësh, përsëri mbetet një ushqim jo i shëndetshëm. Pra ka shumë rëndësi zanafilla e ushqimit që konsumon edhe bakteria dhe që përfundon në ushqimin tonë ose përfundon në qelizat tona, ta themi ndryshe. Pjesa e tretë është sheqeri. Pra le të flasim që është një element tjetër shumë i rëndësishëm, i cili ndikon negativisht përsëri dhe nxit stimulimin qoftë të tumorit të gjirit, por edhe të tumoreve të organeve të tjera që prekin, arin dhe prek, por edhe të sëmundjeve të tjera që ne përmendëm, sëmundjeve metabolike që lidhen dhe me bipeshën. Nëse mund t'i grupojmë në 3 kategori kryesore. Le të flasim edhe për ushqimet që na bëjnë mirë, mos flasim vetëm për ato që na shkaktojnë dëme, dhe do rekomandoja që nga njëherë edhe ushqimet e dëmshme, nëse ne kemi një
dëshirë shumë të madhe për t'i konsumuar, është shumë e rëndësishme që njërë në kaq kohë mund t'ja tolerojmë vetes tonë, sepse e rëndësi ka sa shpesh e bëjmë atë gjë. Pra, nga njerë këshilla më e mirë mund t'jetë njërë në kaq kohë më mirë të ham, se sa të mendojmë që s'do ham kur dhe vazhdojmë bëjmë një ushqyerje të keqe thjesht sepse kemi frikë që ne do ndalojmë ose s'do kemi mundësinë për të ngrënë diçka që neve na pëlqen. Ushqimet të cilat lidhen me mbrojtje, por edhe me shëndetin në tërësi të organizmit tonë, janë ushqimet bimore, që aty do të bazohet, le të themi, ushqyera jonë e përditshme, menuja jonë e përditshme që nga mëngjesi, që nga dreka dhe deri në darkë. Ne këtu pranë, jo rastësisht, kemi dhe piramidën ushqimore me figura të mostruara konkretisht se çfarë duhet të marrim, kur duhet ta marrim, sasinë e gjithçka tjetër, besoj që është një tregues shumë pozitiv. Atëherë kemi përpara vetes një vasket me ndarje përkatëse ku ne mund të tregojmë çfarë dhe sa. Po, në çdo ndarje të vasketës, që le të konsiderojmë do jetë vakti jon kryesor, mëngjesi, dreka, darka, neve do japim një shembull se si duhet të jetë ushqyerja jon. Siç kemi dëgjuar në shumë emisione, mëngjesi është nga vaktet më të rëndësishme, por mos harrojmë që duhet të jetë kompleks. Domethënë të ketë një përbërje të plotë në makroelementet, proteinë, karbohidrate dhe yndyrë. Pra, duke filluar nga një vakt, unë do vë një vakt që ndoshta shumica e shqiptarëve janë mësuar me atë shije dhe jo atë tradicionalen që shpeshherë mendojmë që jam me dietë hakos me drithra. Pra, le të fillojmë me një fet bukë që është e mirë për të vaktin tonë të mëngjesit. Do vazhdoj me një vezë të zjerë. Mund të kemi një vezë të zjerë, nuk është gjë e keqe, madje edhe 5 herë në javë mund të ham vezën e zjerë, sidomos nëse është një vezë nga fshati, që është një vezë natyrale dhe jo e një pule nga pularia, që veza e fshatit ka vetinë që përmban më shumë acide yndyrore dhe është një pule e cila është ekspozuar në diell edhe ka një kullot shumë më cilësore. Për shembull, personalisht preferoj të kem pak gjizë, ndoshta ose pak djathë të kombinuar me vezën dhe na duhet dhe një produkt bimor. Na duhet një produkt bimor që mund të jetë ose domate, ndoshta në verë ishte ideale që gjejmë domate të mira, por mund të jetë edhe një frut, mund të jetë një portokall. Për të përqendrohemi edhe çik tek produktet e stinës, me sa po kuptoj. Sigurisht, ajo është shumë e rëndësishme sepse domatja që ne do marrim gjatë verës, e cila mund të jetë rritur në fushë, ka shumë më shumë përmbajtje të lartë në vlera ushqyese, në acidet, në antioksidhuesit, krahas domatës që ne mund të marrim në dimër, e cila është rritur në kushtet e serës dhe jo në kushtet natyrale të saj, do të thotë që ka më pak kripra minerale dhe vitamina. Le të vazhdojmë me një vakt më pas, siç mund të jetë vakti i drekës, që konsiderohet nga vaktet më të rëndësishme dhe do të bëheshe fjalë që ne do përdorim, le të themi peshk, një fileto peshku, siç mund të jetë kjo këtu, të shoqëruar, ndoshta pse jo me patate të zjerë, mund të marrim një patate të zjerë, që përmban pjesën e karbohidrateve tonë, dhe na duhet edhe një sallatë për të plotësuar sasinë e fibrave dhe për sasinë e vlerave ushqimore që lidhen kryesisht te frutat dhe perimet. Që mund të kombinojmë pak panxhar të zjerë, meqense jemi në dimër, edhe po të kishim edhe pak brokoli. Është një vakt i plot që do na ngop dhe do na mbajë të ngopur gjatë, sepse do ketë një asimilim më gradual. Nuk duhet të ketë bukë? Nëse do kemi patate, jo. Nëse do kemi makarona, jo. Nëse do kemi oriz, jo. Nëse nuk do kemi një ushqim që përmban përsëri amidon, sigurisht mund të shtojmë edhe 2 feta bukë. Kjo është një shembull dhe sasia e peshkut, sasia e bukës do jetë në varësi të proporcionit të peshës dhe të gjatësisë të personit që do detajojmë menun. Si duhet të jetë i gatuar peshku? Peshku preferohet të jetë i pjekur, i zgarës, ose në avull, ose dhe i zjerë, nëse ka disa forma të ndryshme. Preferohet sa më pak i skuqur, dhe nëse skuqim ndonjëherë peshk, preferojmë të jetë prap vaj ulliri dhe ose të përdorim dhe pak kapakun që mos jetë në temperaturë maksimale, në mënyrë që një pjesë e vlerave ushqimore mos të asgjësohen ose mos kthehen në toksike. Dhe në këto raste do të evitojmë edhe lëkurën, sasi pas pjesës që do skuqet, ajo lëkura mund të asimilojë këto toksina dhe t'i përthithet, duke mos e konsumuar atë lëkurë, të paktën evitojmë marrjen e disa toksinave që prodhohen nga skuqja. Ky është vakti kryesor, siç është ai i drekës. Me çfarë mund të vazhdojmë? Me vaktin e darkës, po le të shpjegojmë të paktën vaktet tona kryesore që janë mëngjesi, dreka dhe darka. Nëse ne kemi ngrënë një drekë të plotë të mirë dhe darka jon duhet të jetë në një përqindje më të vogël nga sasia kalorike që ne marrim gjatë ditës.
Pra, në darkën tonë mund të kemi një kos, për shembull, që mund të jetë në formë taratori, mund të jetë e shoqëruar me një fetbuk, përsëri, buka nuk është e keqe. Bukë integrale, se mielin e bardhë e eliminuam që në fillim. Bukë integrale, bukë të përbërë jo vetëm nga gruri, por edhe nga drithrat të tjera, siç mund të jetë elbi, thekra, tërshëra, bukë në të cilën ne mund të kemi shtuar fara të ndryshme, siç mund të jetë fara e linit, fara e luledielli, susam, mund të kemi shtuar ullinj, mund të përdorim shpeshherë shumë kombinime të ndryshme. Unë një gjetje që kam bërë së fundi në bukën që bëj vet, vëm lëkurën e portokallit ose të mandarinës, edhe është një bukë aromatike që ndoshta në mëngjes na zgjon më këndshëm. Dhe erza që mund të përdorim. Mund të përdorim me rozmarin, mund të përdorim nenexhik duke i shtuar në bukë ose në kekra të kripur që mund të bëjmë vetë në shtëpi. Pra tham kosin, në këtë formë marrim proteinën nga kosi, marrim bukën dhe nëse do donim të shtonim pra pak perime, ose unë këtu kam panxharin dhe domate në fakt, por mund të jetë lule lakër, mund të jetë kemi dhe karotën. Mund të jenë karota të zjera, të cilat kombinojnë shumë mirë me pak gjizmë me krip. Dhe do ishte një vakt i plot edhe për darkën. Po mes vaktet? Pra, në ideja e vakteve kryesore, është që ne të kemi përbërjen e proteinës, karbohidrateve në formën e tyre sa më integrale dhe sa më pak të asimilueshme shpejt, por të asimilojmë më gradualisht, që flas për karbohidrate sintetik, dhe praninë e fibrave ndërmjet frutave ose perimeve. Ideja e vakteve të ndërmjetme, që është para dreka ose mbasditja, është që neve mund përveç se një kokër frut, dhe kjo ndihmon shumë persona të cilët janë me dietë ose persona të cilët nuk kontrollojnë urinë e tyre dhe është shumë e madhe, kemi nevojë për dy element kombinim. Mund të jetë një kup kos dhe një frut, mund të jetë dhe një moll. Pra kemi karbohidratet nga molla edhe nga kosi proteinën dhe yndyrën, kështu që bëhet një vakt përsëri kompleks, na mbajmë më gjatë të ngopur. Mund të mos jetë kosi, të jetë fruti dhe të kemi disa fruta të thata, siç mund të jenë arat, bajamet, lajthit, të cilat e bëjnë një vakt prap më kompleks, sepse fruti do të tretet shumë shpejt, do në arris nivelin e sheqerit në gjak. Prania e frutave të thata do e bëjë një vakt më kompleks dhe prania e yndyrës do të vonojë rritjen e nivelit të sheqerit në gjakun ton, gjë që do bëjë që vakti darkës do të vijë më shpejt për sa i përket urisjen e do kemi dhe nuk do jemi aq shumë të uritur. Pra, personat të cilët janë në dietë kontrollojnë shumë më mirë urinë e tyre dhe mund të jenë më të rregullt në regjimin që kanë caktuar vetes nëse kanë një zbatim të rregullt të kombinimeve ushqimore gjatë ditës. Sigurisht Rolina që ne po japim një panoramë të përgjithshme se si mund të bëjmë një jetë të shëndetshme. Paçim ose jo faktor risku në jetën tonë. Folëm të për vaktet e ndërmjetëve, për përdorimin e bulmetit edhe të elementeve të tjerë, po për sa i përket pijeve, çfarë mund të themi? Ku ekziston rreziku tek pijet edhe tek lëngjët e frutave? Në fakt, duke filluar që nga momenti që një person ulet në një lokal ose duke hapur ditën e tij me një kafe, le të fillojmë duke folur për kafet. Kafja është një element natyral si produkt, le të themi, i cili në abuzimin e tij mund të bëhet i dëmshëm, përveç të disa njerëzve të cilët kanë një vështirësi në metabolizmin e kafeinës, dhe ata janë persona që ndoshta i jap një rahje zemre shumë të shpejt. Pra kafet, le të them një mesatare 2 me 3 kafe në ditë, konsiderohet një sasi normale dhe e shëndetshme, madje personat që konsumojnë kafe janë më të prirur të patur një parandalim të diabetit, pra nuk është një substancë e keqe. Masa është ajo që na ndikon negativisht. Çajrat bimor, të cilët merren me bustin dhe kanë le të themi lëndën e bimës ose të erzës të coptuar, konsiderojmë përsëri shumë të shëndetshëm. Do kemi shumë kujdes te çajrat të cilat janë esenca të përpunuara, sepse nuk ka asnjë lloj vlere pozitive në organizmin tonë, sepse shpeshherë ne marrim lëndë kimike me aromatizues edhe ngjyrues të tjerë, të cilët thjesht na ofrojnë një imazh, një ndjesi sikur po marrim një çaj natyral. Sasia e sheqerit që ne konsumojmë brenda ditës nuk duhet të jetë e tepruar, le të them një mesatare 2 zarfa, 2 bustina me sheqer në ditë, konsiderohet një masë normale konsumimi sheqeri. Pra nëse ne pim shumë kafe dhe pim çdo kafe me 2 bustina, atëherë duhet të kemi kujdes në sasinë e sheqerit. Ne thamë edhe në fillim
fillim që sheqeri është një nga elementët që nuk na bën mirë për shëndetin tonë për shumë sëmundje, përveç pjesës që shtojmë në kile. Dhe le të kalojmë në pijet me gaz, të cilat siç dim shumë mirë janë shumë të dëmshme dhe unë do të fokusohesha më shumë në fakt në pijet lëngjeve të frutave, që shpeshherë nganjëherë themi s'ka gjë se është lëng frutash. Shumica e lëngjeve të frutave kanë një përqindje shumë të vogël në lëngun natyral të frutit dhe një përqindje shumë të lartë në sheqer industrial. Kështu që nëse flasim për lëngjet e frutave, do duhet gjithmonë të referohemi më shumë lëngjet të frutave të sapo shtrydhura dhe ato të konsumohen menjëherë pasi me kalimin e kohës ato humbasin vlerat ushqyese. Dhe një person që gëzon shëndet të plot dhe që nuk ka probleme me kavitetin oral, shumë më e rekomandueshme të konsumoj frutin të plot sesa ta pi atë në formë lëngu. Në një diferencim me lëngjet e perimeve në këtë rast, të cilat shpeshherë nuk mund të arrijmë të hamë një sasi shumë të madhe perimesh, marrja e lëngut të këtyre perimeve është shumë më e vlerëshme në shëndetin tonë. Dhe pijet alkolike së fundi, që unë konsideroj pijet alkolike të vetme të shëndetshme, është bira dhe vera, sepse janë dy produkte më natyrale, më organike dhe ka një përqindje shumë më të ulët në alkol. Kështu që sasia e alkoolit ndikon edhe në sasinë kalorike që ne marrim. Kështu që diku ke 3 gota me 4 gota në javë dhe 5 me 6 gota në javë rekomandohen 3 me 4 për femrat dhe 5 me 6 për meshkujt si sasi e moderuar alkooli. Sigurisht që kombinuar me ushqimin dhe me këshillat që na dham, kemi diçka tjetër për të thënë? Aktiviteti fizik mos e harojmë, organizmi jonë është bërë për të lëvizur, kështu që mos pretendojmë që shëndeti jonë të lidhet vetëm sepse ne ham shëndetshëm, sepse një përqindje shumë e mirë lidhet edhe me aktivitetin fizik. Është një rregullues, le të themi, të gjendjes tonë hormonale, të humorit tonë, të sa energjik mund të jemi dhe në rigjenerimin e qelizave tona. Sigurisht që në produktet që ne sugjeruam morëm disa shembuj, po nëse do të ndaleshim pak tek mishi i kuq, sepse ka shumë diskutime për përdorimin e mishit të kuq. Ne futëm peshkun si diçka më alternativë më e mirë. Mishi i kuq nuk do të thotë që duhet hequr totalisht nga ushqimi jon. Siç përmenda produktin e vezës, që ka shumë diferencim midis vezës që është nga një pulë nga pularia, nga një pulë e cila është në një kullot të lirë dhe ekspozohet në diell, të njëjtën ndikim kemi edhe nga mishi i kuq. Ka rëndësi që edhe mishi të jetë një produkt i një bakteri që është e shëndetshme dhe është e mirë ushqyer përsëri, dhe sasia e rekomanduar është 1 herë me 2 herë në javë. Sigurisht masa është shumë e rëndësishme, por le të flasim që një person mesatarisht ka nevojë një racion diku ke 120 me 150 gram mish. Le të themi mos të kaloj në muaj si sasi të 600 gramshi, 800 gramshi për një njeri të shëndetshëm, njeri që mund të lidhet pasaj më pas me probleme shëndetësore ose që nuk është aktiv ose është shumë trup vogël, këto racione ndryshojnë, zvoglohen, ose në periudha kohore të ndryshme mund të ketë nevojë edhe për persona të tjerë që mund të kenë probleme me hekur ose gradë gjashtëzanis mund të kenë nevojë pak më të lartë. Çdo gjë varet në mënyrën se si ne e konsumojmë, mënyrën se si ne e gatuajmë dhe si është ky produkt që në fillim. Pra, jeta e shëndetshme varet shumë nga ne. Produktet i kemi, mjafton të dimë t'i përdorim dhe t'i kombinojmë apo jo. T'i ham në kohën e dur. Rolina, faleminderit, shpresoj që gjithçka që ne tham të jetë një shenjë optimizmi, që shumë faktor i kemi vetë në dorë dhe të dimë të shfrytëzojmë pozitivisht. Faleminderit. Unë shumë faleminderit, ishte një kënaqësi. Miqtë e mi, faleminderit që na ndoqët dhe sot. Do të jemi përsëri së bashku në emisione të tjera për të vazhduar këshillimin në lidhje me këto tema.